Debat publik për planifikimin e buxhetit komunal për vitin 2017. Buxheti komunal ka filluar të përpilohet për vitin e ardhshëm, andaj edhe komuna e Preshevës ka filluar takimi për debate publike me institucione të ndryshme publike. Takimi i parë me institucione publike rreth planifikimit të buxhetit për vitin 2017 ishte sot me drejtorit e institucioneve shkollore, të cilët ishin të shoqëruar me kontabilistët e tyre. Ky takim me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme u mbajt në sallën e Kuvendit komunal, ku udhëheqësi i këtij debati publik ishte kryetari i komunës së Preshevës, zotëri Shqiprim Arifi, i shoqëruar me drejtorin e ekonomisë dhe financave Besnik Sadiku dhe drejtorin për veprimtari shoqërore Esat Sejdiu. Kryetari Arifi i përshëndetit dhe pranishmet dhe dha arsye pse i kanë ftuar drejtorit e shkollave rreth buxhetit komunal për vitin 2017. Mirë se keni ardhur, ashtu siç keni ose siç jeni të njoftuar, na kena nisën këtë javën e buxhetit. Shpresoj që e mirë kuptoni që shkollave keni dhënë rëndësi më të madhe, i keni ftuar të partë për të diskutuar vitin e ardhshëm shkollor dhe harxhimet dhe nevojat të cilat gjithë secila shkollë i ka, i keni pas. I keni dhe do t'i keni dhe ne kena këtu për të u koordinuar me juve lidhje me pozicionin buxhetor të cilën tani javë dajmë, pasi që të koordinohemi me juve, që më brenda vitit mos të kemi gjithë një bisedët koordinativ në lidhje me harxhimet, jo është bërë kjo, jo po duhet edhe kjo, jo një punëtor, jo kjo diçka. Kështu që këtu të dakordohemi për vitin e ardhshëm 2017, po bëhet fjala 2017 jo viti i ri shkollor, po viti 2017 në përgjithësi. Dhe tani të vendosmi se si janë paraparta në mjetet për juve. Kështu që kjo është e para, e dyta është ju keni mundësi këtu të parashtroni kërkesat tuaja, ne do t'i absorbojmë dhe normalisht do të marrëmi qëndrim në disa nga kërkesat e juaja, por edhe normalisht edhe najna ju e dini të kufizuar me buxhetin, e dini më mirë se sa unë bilet. Kështu që tani do ta bëjmë analizën, prapë do t'ju ftojmë dhe ju njoftojmë tani në sakt se si janë parapar mjetet. Kjo është qëllimi i takimit sotshëm. Kryetari Arifi vazhdoi me debatin e dytë nga ora 15 me drejtorit e institucioneve, ku është themelues Kuvendi komunal. Të pranishëm ishin të gjithë drejtorit e institucioneve publike, ku është themelues Kuvendi komunal, e që njëherët janë shfrytzues të buxhetit komunal. Ai këtë takim e zhvilloi në sallën e Kuvendit komunal. Mirë se keni ardhur të gjithë. Qëllimi i takimit sot është që ne me institucionet tuaja të koordinohemi për vitin e ardhshëm 2017 me planet, me financat, me mjetet financiar, që brenda vitit në të ardhmen mos të kemi diskrepancë në bashkëpunim. Kjo është qëllimi. Gjithashtu është qëllimi që t'i koordinojmë edhe mes njëri tjetrit, mes institucioneve publike që ju i përkasni aktivitetet dhe ta shohim një pikturë të përgjithshëm si nga ona aktiviteteve, planifikimeve, por edhe nga mjetet financiar. Kjo është qëllimi. Gjithashtu ju keni hapësirën me paraqit kërkesat tuaja, ne vetëm për ato shfrytzues apo institucionet të cilët na janë direkt përgjegjës, vetëm kena pranu kërkesa të ndryshme, planifikimin e vitit të ardhshëm, por ne kemi edhe disa këtu institucione prezent që nuk kena direkt përgjegjës, por akumulojnë edhe mjete nga format ndryshme, që tani ne duhet të diskutojmë. Kjo është qëllimi. Lidhur me fillimin e debateve publike në morën në parancim kryetarin e komunës së Preshevës, zotëri Shqiprim Arifi.
Sot kena startuar me ditën e parë të javës së buxhetit, të cilën e kena shpall tani në vikend. Qëllimi dhe interesi jon është pikë së pari, shfrytzues të buxhetit, t'i koordinojmë me njëri tjetrin, shfrytzues të shohin edhe pikturën më gjerë se sa vetëm atë subjektive përbrenda institucionit të tyre. Të kuptojnë se parja publike është një parë e cila duhet të menaxhohet shumë mirë nga të gjithë, për të gjithë, dhe jena të akorduar në shumë çka. Një ndër të mujtë në të cekë është që të bëjmë konkret shembull të qerdha, ne shpenzimet për qëndrimin në qerdha për familjet do të ulim nga viti i ardhshëm, 2017, që do të thotë një lehtësim të prekshëm për qytetarët tonë dhe familjarët tonë, të cilët i çojnë fëmijët e vet në qerdha. Kjo është nxjerrë si konkluz. Pastaj me shkollat jena të akorduar që pozicioni i arsimit në buxhetin e ardhshëm të jetë edhe më i madh se sa vetëm është, dhe jena të akorduar në avancimin profesional të profesorëve, mësuesve, të cilët planifikojmë në vitin e ardhshëm të inkuadrojmë harxhimet për shkollje në seminare të ndryshme dhe trajnime të ndryshme. Këto janë vetëm disa nga rezultatet të cilët tani i cekim, por në të ardhmen do t'ju ftojmë edhe më shumë. Në të ardhmen planifikohet takime tjera, nesër, mësnesër, ton javën. Më në fund kulminon tani në këtë javë me takimin me qytetarët, ku i ftoj të gjithë qytetarët në shtëpinë e kulturës, që të marrin pjesë, për arsye se bëhet fjalë për parën e tyre, se është parja e tyre, dhe gjithë secili ka mundësi të shprehë mendimin e vet, të japë ideja për buxhetin e ardhshëm, të marrë pjesë pra në ndërtimin e buxhetit 2017. Kjo është të cilën ne penismi si traditë dhe do të vazhdojmë. Tani pastaj kena takimin e planifikuar me partitë, të gjitha partitë, të cilët janë aktiv këtu, dhe gjithashtu edhe me organizatat donator ndërkombëtar, pasi që planifikojmë ata të realizojmë disa projekte në vitin e ardhshëm. Kështu që të ndërtojmë një buxhet i cili është profesional, është gjithëpërfshirës, është edhe efikas. Kjo është ai qëllimi jon. Ne sot kena startuar me këtë. Takimi i nesër do të jetë me kryetarët e bashkive lokale në komunë të Preshevës nga ora 14 në sallën e Kuvendit Komunal.